Sa që ka njëherë shën në raste të fatkeqësive, njerëzit din me folë edhe fjalë kufri. Njerëzit din me dalë edhe pej feje. Njerëzit fillojnë edhe folin për Zotin ata që nuk folët. Paramendon Abdullah ibn Abbasit një 19 vjeçar, kur ka vdek pejgamberi alayhis salam. Tash ka mujt me i pat 10 vjet, ka mujt me i pat 11, kur pejgamberi alayhis salam po i thot: "Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in." Dije se krejt ummeti, krejt populli, me u qun kam e me ta ba ty një hajr, me ta ba ty një të mirë, len yanfa'uka illa bima katabahu Allahu lak. S'kan me ta ba atë mirë, pos sa ta ka shkruar Zoti. Një djalë shikoj se çfarë vetë besimi ka mjell pejgamberi sa të shokët e tij. Thot dije, krejt ummeti me u qun kam, me ta ba një të mirë, kanë me ta ba pos sa ta ka leju Zoti. Edhe tjetra, dije thot sikur se krejt ummeti me u qun kam me të ba keq, me të ba dëm, nuk kanë mundësi me të ba dëm, pas atë që ta ka shkruar Allahu. Edhe hadithi përmbyllet me një fjalë madhështore: rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Lapcat ju ngrit, edhe ngjyra që është në fletë u terë. A qëllimi lapcët që kanë shku në leuhi mahfudh u ngrit, ajo ngjyrë u terë më nuk fshihet. Pra kur ndodh ty diçka, dije që u kanë leuhi mahfudh. Unë e kuptoj kur të ndodh një fatkeqësi një xahilit, një ignorantit, një pabesimtarit, e kuptoj ai çush e pranon. A më ti edhe unë që e dina çka është leuhi mahfudhi, qysh me ranë atë pozit, sa që ka njëherë shën në raste të fatkeqësive, njerëzit din me folë edhe fjalë kufri. Njerëzit din me dalë edhe pej feje. Njerëzit fillojnë edhe folin për Zotin ata që nuk folët. Kjo është shumë prezente fatkeqësisht tek ne. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shikoj se sa mirë na mëson. Ose na po e marrim shembull vetëm fatkeqësinë, po këta kemi edhe në raste të gëzimit. E kemi edhe në raste kur kemi gëzim. Abdullah ibn Abbasi kur e komenton ajetën që Allahu thot në surën Yusuf: "Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun." Thot Allah në surën Yusuf, dhe shumica e tyre nuk e beson Allahun vetëm se duke i bë Zotit shok. Çka qëllimi? Thot Abdullah ibn Abbasi, ndodh që na njëri pe juve i bën Zotit shok nëpërmjet qenit ti. Allahu ju nderoft. Nëpërmjet qenit i bën Zotit shok. Qysh ajo? Thot yaqul laula al-kalbu lasuriqna al-layla. Qohët thot një ditë mëngjes, edhe thot mos ti shke qeni, këtu na vjedh hajnin bram. Pra shpëtimin prej hajnit, shpëtimin për një fatkeqësie, kujna ja atriboj? Ja atriboj qenit. Nuk thot rahmeti Zotit na pështoj, e Allahu dërgoj sebeb. Mirë po, ja atribon diçka që është vetë Zotit, ja atribon qenit. Shpesh herë na këta në jetën e përditshme. E kemi punën e mjekëve. Sa prej njëri thot e shëroj mjeku, ose mjeku thot për veten e tij e shëroj këtë smundje ose e shëroj atë smundje. Është gabim përdorimi i kësaj fjale. Ki drejt me thonë e mjekoj, mirë po shërimi a diçka që i atribohet vetë Zotit. Kjo është një lloj shirku i msheft që njerëzit binë shpesh herë prej tij.